cila parti deri tani ka bërë hapin e dur ligjor për të paraqitur në KQZ? Asnjëra. Praktikisht asnjëra përveç Lëvizjes Bashkë që ka bërë këtë aplikim disa ditë më herët. Ka ardhur dhe Edmond Stojku, që drejton një parti të quhet Aleanca e Re Demokratike, të cilën ka sjell një listë, por nuk është pranuar në KQZ për shkak të parregullsive dhe pritet të vijë Elena Kocaqi nga çasti në çast. Sa u takon partive të mëdha, ato ende nuk kanë depozituar listën në Komisionin Qendror Zgjedhjeve, ndërkohë që disa prej partive apo aleancave të reja, si Partia Mundësia Agron Shehajt, apo edhe Partia e Zotit Bashkë, nëse quajmë kështu për lehtësi komunikimi, si dhe koalicioni Djathtas për Ndryshim, janë përpjekur që ta plotësojnë këtë listë online në sistemin e KQZ-s, por deri më tani asnjëra prej tyre nuk ja ka dalë ta përmbushë detyrimi ligjor me 186 emra, por ky mund të jetë proces që mund zgjas deri në mesnat, por deri tani përveç Lëvizjes Bashkë që ka dorëzuar të gjithë emrat e rregullt sipas ligjit, askush tjetër nuk e ka plotësuar të detyrim ligjor dhe ka rreth një ore e gjysmë, po themi, afat deri në mesnat. Mirë, ka diçka tjetër Esiona, apo le të themi situatë e qetë, nuk është se kemi ndonjë gjë aty për të shënuar. Ndërkohë as partitë e reja As partitë e reja dhe është një virus që dikur ne ja faturonim Lulzim Bashës i gjithmonë minutë fundit, por sot të gjithë, edhe të rinj që do duhet ta kishim ndoshta pak më ndryshe panoramën dhe qartësinë e kandidatëve, edhe ata nuk kanë ardhur ta sjellin listat e tyre shumë emërore. Bëri një batutë miku Logu këtu në studio, tha, ore këto partitë e vogla s'kan njerëz të t'i shkruajnë. Se do i duhet të hynë në të 12 qarqe, mund t'jenë, mund ta zgjedhin dot. Për te batutës mund ta themi si rregull që duhet të gjejë secila prej tyre 186 emra. 186 emra duhet të gjejë se secila prej tyre secila me dokumentacion shoqërues gjithsesi, jo thjesht emra që mund t'i rreshtosh, po me dosje respektive për gjithë secilin. Po ky dokumentacion shoqërues ç'a përmban, Esiona? Kot për kuriozitet, qa duhet të kenë në kandidatët? Po një CV, formular dekriminalizimi, deklarimet të tjera që bëj, një llogari bankare e posaçme që hapet për efekt kandidimi. Këto janë në përgjithësi dokumentat që duhen, ndonjë dorëheqje në rast se mbajnë një pozicion tjetër publik që është i papajtueshëm me këtë, por duhet i kenë gjithsesi, edhe pse KQZ-ja zakonisht e bën një sy qorre dhe u lë 2 ditë kohë pas këtij afatit të mesnatës sotme për të bërë një plotësim të mëtejshëm, por gjithsesi duhet ta kenë dokumentacionin kur vinë sonte pranë KQZ-s. Ama listën duhet ta kenë, Esiona. Listën e plot. Patjetër, duhet i kenë, së bashku me çdo të dhënë personale të individëve. Esiona, sa po të vinë 12 besoj do kemi mundësi të lidhemi, ose ndonjë personazh i njohur nga partitë e reja besoj do kemi mundësi të lidhemi. Faleminderit për këtë lidhje të parë, ndërkohë po, kishte diçka apo të kalojmë te lista e PS-s? Jo, te lista e PD-s, po në përgjithësi që po shikon këto problematikat e tyre njerëzve që tërhiqen. Te PD-ja në Tiranë ke Hysén Kadiun që i doli i pari dhe u tërhoq. Po. Se nuk u futet emri atje dhe unë vazhdoj të mos ta kuptoj pse nuk futet i pari dhe futet Klevisi që doli i dyti te lista e mbyllur. Domethënë kjo është një pikë pyetje. Ose Eduard Çaça e mbaj mend ka dalë shumë poshtë diku te fillare këto të tjerë që ishin, besoj Rigelsi duhet të jetë. Klevisi është deleguar dhe mbulon zonën në Unaz. Dhe ka një mbulim geografik i po ta vësh re nga ana e PD-s. Nga ana e PD-s. Ka shumë për kënaqësi në ata që janë të listat e hapura, dhe kjo më bën të kuptoj që ata nuk kanë besim që mund të fitojnë te listat e hapura, që do të thotë edhe zgjedhjet nuk kanë... Po, atëherë, se këtu është po, Floget, ndërkohë... Se kam i qasje komplet ndryshe nga 3 miqt. Po. Ne nuk jemi këtu për t'i dhënë mend Sali Berishës, por minimalisht mund vendosim veten në vendin e Sali Berishës. Dhe unë duke vendosur veten në vendin e Sali Berishës do kisha bërë të njëjtën listë. Pse? Absolutisht, paktën të mbyllurën. E para, kur Sali Berisha ishte në ditën e tij më të keqe, ishin këta njerëz që e përkranë. Ata që edhe një herë listën i lutem regjia, po. Pra, Paloka, Vokshi, Noka, Këlliçi, Topalli, Zaferi, Këlliçi, Mediu, Balliu, Copash. Vetëm e Sila Dota nuk ka qenë eksplozuar. Po. Pro Berishës. Çfarë dua të them me këtë? Po. Doktori e ka qartë rezultatin, o Denis. Po. Doktori e di që nuk do marrin Tiranë 20 mandat, as 18. Doktori e di që do marri listën e mbyllur plus diçka të vogël. Dhe në këtë kuptim, i duhet nesër
një ushtri e mirëfillt për kauzën e tij. Pra ai ka vërtetuar me këto lista që primarët ishin një farsë dhe kriteri kryesor ishte kauza. Ta tha Dashsula sot, Dashit ja kemi thënë këtu në studion e që o Dash, do i thyesh brinjet me këtë doktorin sepse ti je nga Spaku dhe ai është te Skapi. Sot na e konfirmoi fatkeqësisht se Dashi duhet ishte aty. Çfarë dua të them me këtë? Me këtë dua të them që doktori është shumë i qartë dhe na e ka bërë shumë të lehtë analizën. Unë po luftoj për listat e mbyllura dhe në listat e mbyllura do kem lojalet e mi, sepse nuk do të ketë më një Lul Basha numër 2. Gazbardhi është një e keqe e domosdoshme që nuk ishte nga shkonte. Pra e vendosi drejtues politik, ja kërkoi ai drejtues politik vetën, Agronin, dhe në momentin e parë që doktori ka thënë që ndoshta nuk do jenë listat sigurta drejtuesit politik, në qoftë se ju kujtohet, paktën ty dhe ne që ndjekim politikën çdo ditë, Gazbardhi ka dalë dhe ka deklaruar ne mbështesim Spakun. Pra shantazh direkt ndaj doktorit që në qoftë se nuk më vendos në listë sigurt, unë të dal kundër. Dhe Gazi